Tinë dhe një tjetër email interesant. Po jep shteni tani me cilësinë e çfarë ndrynte në këto gjëra? Si njëri që kishte lidhje me segmentet caktuara. Të kujt? Të shërbimeve sekrete. Po jo, më shërbime sekrete o burg, këtu ka lidhje me bankat o marsit. Pse ngatron me shërbime sekrete o burg? Po sepse interesat e Rusisë. Ai ishte pjesë e bandave ai më burg. E bandave, e bankave. Epstein e thotë. Po, në fillim Wall Street e ka nisë. Po pra, me Wall Streetin pra. Po nuk është se kishte dije financiare. Po kjo BCCI-a çfarë është më burg, se jam këtu asnjëherë. Banke kujt është? Çfarë do të thon BCCI? Se shi thot, lidhje me BCCI-n, Bear Stearns Bank of Credit and Commerce. Drejtori i pastrim të fshet parash për CIA-n thot. Bank of Credit and Commerce International. E efektet fundit. Është mbushur rjeti ka 2 ditë, vetëm me këto të fshteni. 3 milion, sa ishin 3 milion dokumente plak. Po, 3 milion dokumente. Qa më theret jo? E efektet fundit. Kë? Të grupin e strukturuar të kombinatit. Ue, qa peri ishte ajo, e patët fundit jo? Se keni parë të? Kombinat. Ue, grupi strukturuar kriminal në kombinat, ba. E kapi spago? Ka të meruar kombinatin. Se keni parë jo? Plasë e mori të da shofi qik, plasë i qik. Pu, shikoj. Përshëndetje në kombinatit. Po ty pëse së bëjmë shtivjo, mërësit ta. Ke shumë lagje tjetë ku je? Kam, zërtande, që kur Arion Velia në burg ka shumë nga këta grupe. Ore, mendova dhe unë këtë, mos duhet nëzjerë nga burgu a i pikrish për të varë qenë. Që të i vrasë këta grupe. Se a i nga që ishte i ftohtë si tip, Velia nuk i dhe keq për qendë. Pare? Jo. Prista i ishte qafë. Tani e ka njësë Rama këta, apo e Velia e bënd të më shumë? Thonë që ky Velia pra e kishte, se Rama nuk është... Me bishtë të qensh mershin lek në dark, me që mbaj mënd. Me qarë? Po të qoje një bisht qeni ka qene. Bishti dhe veshët. Ku? Ku t'i qoje? I qoje në bashkia. Edhe mini lek? Po. Po pse? Po për qa me lek për ato? Dikur, nga vitet 2000, kur u bë ky krye bashkia, kur priste qenë rrugë dhe çonte bishta. Mini thjesht për Ishte prova, pra, ishte prova. Disi mendova se mos i shisnin bishtat dhe veshët. Mos bëjnë në gzof në një gjë. O marrësi, sikur je pak më kështu ti. Përshëndetje toksor. Përshëndetje toksore. Ju jeni live bashkë me mua. Sa po keni mbritur në emisionin tim Zonë e Lirë, sezoni 23, episodi i 1039 sonte. Data 3 shkurt 2026. Kjo ishte pënjishi sa po kaloi, pënji pjesa e parë. Emisionin e ndiqni te kjo faqe këtu. Ka që dashur për ju. Zonë e Lirë Official, bëni dhe një abononi, bëni një subscribe. Ndërkohë, shkruani pyetjet tuaja te kjo kutia magjike këtu, te ky QR kodi, bëni një skanim me celularin tuaj, një login, dhe unë nga sonte do kem një iPad, siç e shikoni, ku do lexoj live mesazhet tuaja. Kujdes, mos harroni mesazhet tuaja. Duhet të jenë në formën e pyetjeve, jo të komenteve. Pyetje për Sebastian Zonjën, Gacar Plus në MCN, dhe Marsit Gupin, pedagog të Marin Barlethi, dhe avokat penalist, ligj filozofi. Mirëmbrëma zotëri. Mirëmbrëma. Fillojmë pa humbur kohë me lajmin më të fundit që ka ndodhur sonte. Plasën e ekran, Ledio. Se mi 33 arrestime, nami sot do më thënë, jo sonte, sot te Kurumi, nuk e di ku i kanë gjetur të gjithë, bëhet fjalë për dosjen e vjetër të, se është e vjetër tashmë, u bën mbi një vit, dosja e tmerrshme e atyre mbetjeve
të cilat dyshojnë se janë helme të papara, që me sa më thanë herën e fundit, nuk e di kisha në studio, më thanë që vazhdon akoma të jenë në një anije të parkuara, në një kontener të parkuara në det. Disa kontejner. Afër Durrësit apo jo. E nuk lëvizin që atje. Për t'ia kujtuar publikut bëhet fjalë për mbetjet të cilat ne i ka kthyer Tajlanda mbrapsh. Po, 102 kontejnerja. 102 kontenera. Kemi dy lajme. Dhe konsiderohen si mbetje toksike. Po, kemi Kurumin dhe Akshin. Pra janë dy zhvillime interesante që kanë. Ka zhvillime dhe nga Akshi. Fillojmë që nga Kurumit, lutem. Po. Se Kurumi për që qytetarët ta kuptojnë se për çfarë po flasim, janë 102 kontejner me mbetje të rrezikshme, do transportoheshin nga Shqipëria drejt Tajlandës. Kemi më pas një alarmin e organizatave mjedisore, një alarm që u dha nga organizata mjedisore Basel Action Network, që është në Basel, dhe u shkarkua në 8 nëntor në portin e Durrësit dhe më pas janë vendosur në Porto Romano. Pra flasim për 102 kontejner. Prokuroria ka nisur një hetim, Prokuroria e Durrësit, dhe që pra asaj kohe kemi 33 emrat e të arrestuarve për skandalin e 102 kontejnerve. Kanë ardhur analizat nga ajo që mund të shohim edhe nga Italia, me sa kemi informacion. Kanë ardhur? Po, dhe del që me të vërtet janë mbetje shumë të rrezikshme. Okej. Edhe janë 33 persona, kemi pronarët e Kurumit, kemi për shembull të kompanisë Sokolaj, dhe ajo që bien... Kompania këtë të kuptova se ata të Kurumit janë turq apo jo? Po. Emrat aty nuk na duhen se nuk është se kanë një vlerë, nuk është se i njeh njeri apo jo. Mua më intereson më shumë kjo. Ç'është kjo Sokolaj? Kjo është pjesa shqiptare e Kurumit? Këto kishin, domethënë kjo është pjesa që transportonte. Kompania që ka marrë përsipër transportin e mbetjeve. Është kompani kosovare. Po nuk është ortake me këta turq. Jo, ka marrë përsipër transportin. Është kompani kosovare Sokolaj? Po tani kishte bërë një në Kroaci, një gjë në Tiranë, jo po një binja gëzim me Kroacin, jo po ne i transportojmë lëndët e rrezikshme, po këto s'janë lëndë rrezikshme, është kjo fsheja në përletra. Edhe kishte lajme për shembull, kishte rënë në rrjetën e policisë dhe të prokurorisë, edhe ishte një lajm interesant, drejtoresha e Mirela Kumbaros. Edhe njërë si ishte kjo? Drejtoresha e Mirela Kumbaros, e mjedisi për shembull, ka pas rëndësi aty. Si e ka emrin kjo? Dhe... Mos është prej njëra këto që është marrë mas arresti sot? Po, mas arresti. Si e ka emrin kjo? Arta Dollani. Arta Dollani, po e pashtë në Drejtoresha e përmendje. përgjithshme. Dhe... Po kjo ka qënë? Po, ishtë drejtoresha e përgjithshme, edhe në kohën kur... E kujt? E Ministrisë? Mjedis. E Mirela Kumbaro. Pra kjo ka ndodhur, ka qenë kjo Kumbaro në detyrë, apo jo? Po. Po këtë Kumbaro nuk e ngacmon njëri. Nuk ka gjë për të, s'dinte gjë kjo. Nuk besoj se dinte gjë. Po përgjësia rëndon mbi atë Si institucion. mund ta dinte, ajo s'është se ka në dieni mbi rast. E dinte drejtoresha e saj. Drejtoresha nuk i thot shefit. Si unë të di një gjë, mos ja them shefit. Dhe Rama si di gjërat të çani. Ha? Edhe Rama nuk i di gjërat. Ke seriozisht ti? Rama a thot që më hani kumbulla. Mirë, lese shtot, unë po them si është praktik. Nëse më vazhdo. Se mund t'i di shefit të gjitha për shembull. Unë mendoj gjëra që kanë të bëjnë me shtetin, me mirëmbajtjen e me të gjitha këto, do të ketë një informacion ai, nuk është e thënë të shkoj t'ia thot njëri në zyrë. Po se këtu Po ishin... japin, i çon një memo. Apo jo mo? Se këtu ishin doganat, për shembull. Jo doli, jo s'doli, jo si erdhi, jo si s'erdhi. Këto arrestime tani janë bërë përveç turqëve që tham. Po. Janë bërë te pala shqiptare përveç kësaj të Kumbaros. Po ka disa aty. Shqiptarët na duan kush janë. Për shembull, kemi drejtorin e transportit të kompanisë Kurum, specialist pranë zyrës mjedisit Kurum. Janë shqiptarë ta. Drejtori prodhimit Çelikut, drejtues kompanie, drejtori departamentit shitjeve, kontabilistja e kompanisë. Janë shqiptarë të gjithë ta sebi. Po, i ke gjithë shqiptarë. Giovanna Sokolaj, Doni Sokolaj, Oliziana Pemat. Por këta janë permanent te Kurumi apo thjesht këta ishin thjesht për transport? Kompania kontraktuar për të bërë transportin, dhe normalisht çdo kompani që merret përsipër për të bërë transportin, duhet të jetë pajisur edhe me lejet për të transportuar mbetje të caktuara, që hyn edhe tek mbetjet të rrezikshme, sepse duhen të siguruar kushtet. Ku qëndron problemi? Problemi qëndron që po të ishin shmangur burokracitë që ofron këtu shteti, sepse në dinin time Kurumi ka aplikuar më sa ka mundini, dhe nuk e ka marrë, do ishte shmangur gjithë akrobacitë. Çfarë të mirëte, Marsil? Lejen për transportimin e këtyre mbetjeve. Do të thënë lejen e përkatëse. Kjo kompani, pra kompania Sokolaj, ka marrë përsipër transportimin, duke pretenduar që e ka dhe lejen për transportimin e këtyre mbetjeve. Kështu është i gjithë procesi. Kemi Pra është përgjegjësia e kujt? E kompanisë transportit Sokolaj që ka marrë përsipër transportin e mbetjeve dhe përgjegjësinë që i kam lejet e caktuara. Po i kishte fatikisht? Nuk i kishte, rezulton nga hetimi që nuk i ka pasur. Leje për çfarë? Për transport? Po. Po pse si kishte marrë?
Është përgjegjësia. Se kështë edhe në ministria, apo jo? Po pra sepse kemi sektorin e lejeve mjedisore, Ares Shtëpiak, thot, Bujana Tonqiqa, Evis Mellonashi, sektori i lejeve mjedisore, thot, Kedi Ahmetaj, drejtoria e inspektimit, thot, AKM-ja, arrest me burg. Që ka Benameta në kjo Kedi? Sa Ahmetaj ka Shqipëria? Apo s'ka lidhja? Se ku pash që lajmë Kunati Benameta, se ku pash Ishte që për lajmë? zëvendës drejtori ASHK-s. Dogana e Durrës. Okej. Agjësisht e trojët Dhe kadastër. thashtë, okej. për shembull, mjedisit e çonte te Dogana, Dogana e çonte këtu, ato e çonin te transporti, jo po e ka kompania, jo po e ka kurumi, jo po e ka pronari, jo po e ka ish pronari, jo po e ka administratori. Për shembull, dega e Doganës. Bënin ping-pong. Arrest me burg, thot. Julian Kapedani, Indrit Likaj, thot, dega e Doganës Durrës, arrest me burg. Elidon Lila, dega e Doganës Durrës, arrest me burg. Pra, si thua, të gjithë institucionet, pavarësisht se bënin ping-pong të njëri tjetri sa i përket rastit, ajo që shohim ne në fund fare, është që kemi Agjencinë Kombëtare të Mjedisit, pra Ministrinë e Mjedisit. Kush janë implikuar, pra kush përfshirë? Pra, kompania e para, Kurumi. Ministria e dyta. Ministria e Mjedisit e dytës është agjencia, Normal. ajo jep lejet. Po, pra. Kompania e treta që transportonte, jo e kam lejen, jo po ma ka dhënë lejen, jo po pres të marr lejen, jo po Qartë. e kam në Kroaci, jo po prit sa të vinë nga Kroacia, etj, etj. Kemi doganën e Durrësit. Ore, se në fund fare pyetja është si dalin këto mbetje? Si dalin? Po si dalin? Tani ky ka mbetje hekuri. Ato mund të jenë toksike. Janë, si janë, tani prandaj bëhet ekspertiza. Tani, kush është ky personi që hedh firmën dhe thot kjo është, ku dëgjon, është tallash? Se që të dali, domethënë duhet një firmë diku. Pra se thua kjo është bandë organizuar, apo jo? Kjo është qoftë se mund të quajmë mungesë kështu. përgjegjësie ndaj kontrollit të kompanisë eksportuese, që është kompania Sokole, sepse ajo bën eksportimin e mbetjeve. Është procesi Po të kishe leja nga Është mjedisi. tjetër gjë kush prodhon. Po kishe leja nga mjedisi, o ti, gu. Do ishte shmakur gjitha akrobacia Po më. do ishte shmaku, ma Tajlanda prapë do i kthente. Pra, edhe leja, nuk është se Tajlanda do i kalonte me që ta kanë leje transporti. Do bënte analiza dhe aja atje. Kompania eksportit i merr këto mbetje dhe ka përsipër ajo pastaj bën ajo më tej shitjen. Ati e thua, ikën përgjegjësia... Ikën përgjegjësia, këta thjesht i prodhojnë. Kjo është pra gjithë po ta zbërthejmë. Kuptova. Tjetër gjë është kompania eksportuese. Pra, Marstiti thot, po të kishte ajo leje, kompania në eksportuese. momentin i do plaste kjo gjë, që Tajlanda do e kthente mbrapsh, nuk do kishte më përgjegjësi Kurumi, do merre përgjegjësia, pra përgjegjësia do i mbete kësaj transportit. Se minimalisht kjo do thoshe unë kam leje. Eksportuese. Kjo ngelet për të Të transportit, apo eksportit. Do kishte hetim, ngelet për të parë. Nuk besoj se... Më mirë, hetim do kishte, po të paktën do ishim më të qartë sot, dhe nuk do kishte ping-pong pra. Po, qofse do merrte për shembull lejen vet kompania Kurum që dhe i prodhon, ti jepi edhe kjo kompetencë për të bërë dhe për të marrë lejen e përkatëse, do ishte shmangur gjithë akrobacia dhe procesi do ishte tjetër gjë. Të them edhe Kur ka formalitet nga ana e institucioneve, në kuptimin e burokracive. Është më e qartë për të kuptuar dëmin. Po. Kush e bën dëmin? Dhe tani përfshirë gjithë. Përgjegjësia është e institucioneve, ato e bëjnë kontrollit. Kompanive eksportuese, kompanive Durrës nis aso kohë hetimin. Çoni pyetje për Sebastianin për Marsitin te ai QR kodi atje, te Totus, se e kam përpara dhe mund t'i lexoj. Ja për shkak eksploruesi, Sebastian thotë çani pyetje pak Sebastianin, përveç hekurit, çfarë tjetër do shkruaj Kurumi këtë herë? Se di, po me çelik dhe hekur me. Edhe mbetjet janë të rrezikshme. Duhet të jetë me kështu kjo, duhet të jetë me nën tekst kjo që ka shkruar kjo. Çfarë tjetër do shkruaj Kurumi këtë herë? Aha, okay. Eksploruesi e çon këtë. Prokuroria e Durrësit QR kodi atje. nis hetim ndaj kompanisë eksportuese që është Sokolaj. E cila deklaronte se i kishte blerë mbetjet nga kompania Kurum për prodhimin e shufrave të hekurit. Tani çfarë ndodh? Vet Kurumi mohonte që të kishte lidhje me eksportin e mbetjeve të rrezikshme. Është pak a shumë kjo që thotë që Kurumi t'i dha shtyt thotë. Po pra. Tani dhe kjo është një lloj ping-pongo, prandaj po them që nuk është kaq e thjeshtë situata. Tani Giovanna Sokolaj, me aq sa ne kemi arritur të zbulojmë, administratore e kompanisë Sokolaj Giovanna. Pretendon në prokurori se mbetjet nuk janë të rrezikshme. Analizat thonë që 102 kontejnerët në Porto Romano kanë mbetje të rrezikshme. Pra, deri më tani, ato kontejnerë që ishin atje, dhe kompania thoshte këto nuk janë mbetje të rrezikshme, do të çonte në Tajland. Qartë. Pra është ajo që theti pak më herët. Tani, dalesha pak të Akshi se kemi edhe atje një zhvillim shumë... Jo, një sekond, mbaron me këtë Kurumit? Ja, të shtoj vetëm mund të shkoj. Jo, nëse mbaron me Kurumit, ta di para se kalojmë te Akshi. Vetëm një fjali do të shkoj. Kjo është ngjarja. Tani një sekond. Ato mbetje, çani, përdoren në industrisë së lëndë parë. Në industritë të tjera, të përpunimit të materialeve ose të... E di, po përdoren së lëndë parë. Dhe ka kompani të cilat duhet të jenë certifikuara për të bërë eksportimin e këtyre. Kur ti lidh një kontratë dhe kompania aty të del përgjegjësia që unë kam lejen përkatëse, është përgjegjësia e kompanisë. Është tjetër gjë kush i krijon mbetjet,
dhe kush i eksporton. Kjo është ideja se përgjegjësia penale E kuptova. Tani një pyetje kam unë, 2 pyetje të fundit, po shpejt e shpejt përgjigje. Seb Marsit, nuk e di kush e di nga ju. E para, këta turqit që janë arrestuar sot, janë të Erdoganit, apo s'ka lidhje me Erdoganit? Ato janë të lek vetë veta. Po pra, sepse po të ishin të Erdoganit, nuk do guzon të njëri ti pretit e fuse brënda, apo jo? Më shkon mendja mua. Çik vështirë. Janë biznesmen që operojnë, nuk e besoj. Po pra, do të thënë nuk është se ka ndonjë lidhje, kur them të Erdoganit, jo zyrtarisht, po nuk janë, se thua, pronari tyre, nuk besoj se është, nuk besoj se ka ndonjë lidhje miqësore ose interesi me qeverinë turke. Po jo. Pra, fakti që ta u arrestuan sot, ju mendoni që është që do të thënë, ka një kontekst politik apo nuk ka? Ko të merr mendje kjo pyetje për ta bërë? Si mendoni? Nuk duam të dim të vërtetën. Thjesht mendimi juaj. Ajo që duhet për ta thënë troç. Ajo që unë di të them është që prokuroria duhet të nxjerrë ujin e zi se atje në Elbasan atje bëhet gjëma. Që nga koha e Enverit me metalurgjikun, e sot digj plera, e po ta shohësh me kujdes atje çan nuk ndodh atje. Domethënë me ndotjen e mjedisit. Këtë e dim, Sebastian, po të pyes, kanë lidhje ka ndonjë lidhje indirekte? Kjo është e jona çfarë duhet bëjmë ne. Tani e dyta, edhe nëse kanë lidhje me Erdoganin, prokuroria duhet bëj punën e saj. Janë më të rëndësishëm qytetarët e Elbasanit se sa interesat e Erdoganit. Po ky është diskuri teorik që e bëjmë të gjithë. Në realitet i di që gjërat nuk janë kështu. Në realitet, nëse ti i prek ca njerëz që mund të kenë lidhje direkte ose indirekte me qeverinë turke, me kryeministin turk, sigurisht që do ketë pasoja. Dhe rregullojnë disa të tjerë, do të prekim këto, i thotë, dhe do të rregullojmë disa të tjerë. Pra ti thua mish për top janë dhe këta. Dakor. E shkëputi Mamica nga puna rojën e portës ose White House për një foto, Robert Çapçakizi. Shive ka kjo Robert me ti po flasim me Kurumin, Robert, kthjellohu. Lëviz Dragoti thotë çani nëse një fëmijë hedh mbeturina në rrugë, thotë dhe jo në kosh. Ky bie përgjegjësia te prindi apo te fëmia? Po të dy bie. Te dy bie. Po fëmia duhet shohi ku i hedh fëmia tjetër. Justiniani shkruan te Totusi, te QR kodi. Kam një pyetje për ju në studio. Për të diskutoni për Kurum e tjerë, kur atje në Shqipëri ka skandale thot të tjera. Ora kanë ditë të njerëz, po më kush ta kemi mësuar skandale të tjera? Për të gjithë kemi diskutuar. Jorgojimi. Për me j, jo me y. Pra nuk është gojim. Me j e kemi. Goj. Jorgojimi, emaili e Fshtenit, thot, ky më nis gmail.org, për të parë këto materialet e Fshtenit, po i pa parë. Çfarë? Ja, do shkojmë te Fshteni tani, po kjo ishte lajmi i fundit, prandaj. E para dhe e dyta, pyetja e dytë. Si ka mos që nuk kemë në spakun dorë të Kurumit? Nuk është çështje spakut jo? Jo, sepse mund Marsit? Avokat penalistje. Po, në radhë parë duhet të jenë zyrtarë të lartë. Ata që duhet... Pra këtu nuk kanë darë zyrtarë të lartë, kjo është lojë njerëzve poshtë. Po, dhe duhet të vërtetohet bashkëpunimi më shumë se 2 njerëzve, pra 3 ose më shumë persona që të konsiderohet... Pra kjo ishte drejtoresha. Nuk quhet kjo? Ishte drejtoresha drejtoresha. Po, po do të shikohet përgjegjësia penale secilit dhe se si ndodh. Sepse varet nga forma e bashkëpunimit dhe nëse ka bashkëpunim. Se mund të jenë edhe veprime të izoluara nga secili, kupton? Qartë. Që nuk mund të arrijnë më shumë se 2 subjekte. Gilet për të parë, çështja që është procedurale dhe duhet shikohet kur tapet dosja hetimore. Përshëndetje, thot Behari, pyetje panelin, a kemi të bëjmë me një rast të izoluar apo kemi të bëjmë me një skem të mirë organizuar shumë vjeçare? Skem e mirë organizuar shumë vjeçare, besoj. Jeni duke shkuar në Totu, zonja Zotrin, por komunikojmë bashkë, është emision interaktiv i papar. Siç e shikoni, kam marrë një kështu sot që mos qërohem në celular, kam marrë një iPad dhe gjithë pyetjet që ju lëshoni te ajo QR kodi atje, unë i lexoj këtu. I papar QR kodi ma ka bërë emisionit gëzuar shumë. Vetëm kur jeni të mençur se nga ndonjëherë thoni dhe budalliqe, mundoni të bëni pyetje të sakta që unë të kënaqem shumë, dakord? E do ja lexoj. Shumë nga ju më falenderojnë që kam lexuar mesazhet, pyetjet përpara, emisionet e kaluara. Patjetër do e lexoj. Sa të mundem. Për akshin çka ka ndodhur sot sa vajti ora? Një rast interesant. E 20. Kemi Daniel Shimën, ish zyrtar i lartë. Që u mor peng. Dyshohet. Dyshohet që është marrë peng. Dyshohet që është marrë peng. Dhe në seancën e sotme, faktikisht seanca u shtypur me datën 5. Se ishte në gjyq Danieli sot? Jo, seanca ishte sot për masat e sigurisë. Po Danieli ku është fatikisht? Nuk e di. Danieli është i lirë? Nuk e di.
e tretë. Do të thënë besoj se është i lirë, Po pse ma përmende? sepse ky ka thënë një gjë shumë interesante. Kur ka deponuar përpara hetuesve, ai ka thënë që të gjitha veprimet dhe vendimet e mia kanë qenë nën direktivat e proresime Mirlinda Karçanaj. Pra si thuash, e ka hequr të gjithë peshën nga vetja dhe tashmë të gjithë fajsim penale ja ka kaluar Mirlinda Karçanajt, shefja e Akshit. Dy prokurorët, Altin Dumani, i shefi Spakut, dhe Bledar Maksuti, ishin të pranishëm në seancë, Po? thonë që ka pasur prova të reja, ne këtë kemi mundur që të mësojmë, deklaratën e Zotit Shima, që dyshohet se është marrë peng faktikisht. Shima ka folur edhe për biznesmenet në kërkim. Ka folur për Gysa Gasin, ka folur gjithashtu edhe për Beqirin. Ermal Beqirin. Po. Por deklarimet saj përket këtyre të dyve nuk kemi mundur që t'i disponojmë. Qartë. Ajo që disponojmë, për ta thënë edhe një herë faktikisht, është shmangja, se do doja që ta seron Po, të Marsidi këtë lloj gjëje. Domethënë, para hetuesve të prokurorisë së posaçme, ka thënë të gjitha veprimet. Kush ka thënë? Po flasim zëvendës drejtori I kujt? i Akshit. Numri 2. Numri 2 i Akshit. Ky që është aktualisht detyrë. Jo, shish. Ishi. Ish. Dakor. Të gjitha veprimet dhe vendimet e mia kanë qenë nën direktivat e proresime Mirlinda Karçanaj. Pra, si e implikon kjo? Çfarë ndodh? Ka të drejtë Sebastiani, në kuptimin e veprës penale, vepra penale ka 4 element, që është objekti, subjekti, ana objektive dhe ana subjektive. Subjekti është personi që e kryen veprën penale, objekti është norma ligjore ose për dispozita e kodit penale, cila prek një marrëdhënie shoqërore, ana objektive është mënyra si kryhet vepra penale dhe ana subjektive është qëndrimi i personit ndaj veprës penale. Në këtë moment, ne kemi një fakt e cili e lidh në mënyrë të drejt për drejt nga një person i brendshëm, drejtoreshën e Akshit, me ardhen e pasojave. Pas elementi më i rëndësishëm çani midis mënyrës së kryesës së veprës penale, pra me veprim, që është në këtë rast, që është dhënia e direktivës ose më saktë imponimi për ta çuar drejt një rezultati të caktuar, një procedurë të nderimi ose një kompetencë, e cila është kompetencë administrative në këtë rast, ka treguar që i gjithë dyshimet arsyeshme të ngritura në këtë skemë, drejtoresha e përgjithshme ka vepruar me dorë të fortë. Pra gjithë ato që ne i dyshojmë, E shfaqson veten ky dhe sa e fajson kjo, po themi, le të themi. duhet të shikohen, Sebastian, veprimet e Zotit Shima, i cili është vendës drejtori, në raport me veprimet e drejtoreshës, qofse kush ka, si thua, kush është shkaku parsor, në lidhje shkakësore që ka sjellë ardhjen e pasojave të veprës penale. Në qofse deklaratat e këtij rezultojnë të vërteta, përgjegjësia më e madhe bie mbi vetë drejtoreshën, po këtë nuk është nga përgjegjësia e bashkëpunimit, sepse duhet t'i tregonte në momentin që ka ndodhur kërkesa. Pra në këtë moment imponimi ose ndryrja e saj, si thuash, heqja dorë nga vepra penale ose nga ardha e pasojave ndodh kur ti në mënyrë të menjëshme mundohesh të ndalosh ato pasoja. Pra nëse ai do depononte. Në këtë moment në cilin e flasim, kjo është i lehtësim procedural. Pra domethënë ai ka dinamikë e re brenda skandalit. Po, normalisht është dinamikë e re dhe jep për masa edhe më të mëdha edhe më skandaloze. Kur kemi një ish zëvendës drejtor që pranon që të flasë për këtë rastit. Spaku duhet të marrë të gjitha hapat ose veprimet e nevojshme në mënyrë që ta bëjë bashkëpunëtorët të drejtësisë, duke i lehtësuar pozitën procedurale dhe deklaratat e këtij e rëndojnë proceduralisht pozitën e zonjës Karçanaj. Pasi del ajo që është ideatori. Shikon, në një formë bashkëpunimi ka katër lloje subjektesh. Është ideatori, është nxitsi, është shtytsi dhe është ekzekutori. Dhe përgjegjësia më e madhe bie mbi ideatorin. Në këtë deklaratë, në cilën ka thënë Zoti Shima, del që ideatorja zonja Karçanaj. Po dy biznesmenët, domethënë në këtë skem ku futen për shembull? Duhet parë nga faktet, por mund të jenë dhe bashkë ideator, sepse ka dhe disa formatia të veçanta që gjithë janë bashkë ekzekutor, ose mund të jenë 2 ideator, 3 ideator dhe disa nxitës, shtytës ose ekzekutor. Në qoftë se gjithë skema është dhënë gati nga 2 biznesmenët, zonja Karçanaj del në rolin e nxitsit ose shtytësit. Qoftë është kjo që e ndërmerr për shkak të njohurive dhe për shkak të kompetencës, ata dalin në rolin e bashkëpunëtorit si bashkë ideator. Po, domethënë drejtoresha heq dot dorë nga kjo përgjegjësi penale, thotë më ka bërë Agasi për shembull. Nuk e thot dot sepse kompetencat administrative. Ky e thot për Karçanaj. Po pra. Po kjo nuk e shpëton nga pozita. Nuk e shpëton. Kjo nuk e thot dot, domethënë nga pozita e
nga pozita procedurale, atë shpëtonte vetëm nëse ai në momentin që është bërë ndryrja, do bënte deponim. Pa do shkonte do bënte një kallëzim, që mua më kanë ndryrë kompetencat e caktuara për shkak të një interesi në mënyrë që vullneti i ligjit mos jetë ai që përcaktohet dispozita, po është vullneti personal i Rama e ka nën varësi Karçanaj, se ka agjenci nën varësi. Thotë ajo që ma ka bërë Rama? Nëse ajo e thotë këtë gjë, pastaj do ishte skandali një përmase tepër të madhe. Po mund, domethënë, kjo hierarkia administrative që thotë. Nëse shkon në këtë lloj forme pastaj, përveç një grupi të strukturuar dhe permanent, po. Shiko, zoti Shima ka një problem aty, sa ai nuk ka thënë në sa procedura i shkërkuar kjo gjë. Pra i shkërkuar vetëm në një procedurë caktuar apo në një sër procedurash. Dhe nëse i shkërkuar në një sër procedurash, pozita e tij procedurale rëndohet. Sepse nëse në një procedurë mund të zhvilluar nga ana subjektive me neglizhencë. Në kuptimin që ai ka pasur bindje që nuk është shkelje ligjore, po si thua mund të ketë qenë një fakt i parëndësishëm që nuk e cënon thelbin e ligjit. Por nëse kjo gjë është bërë në mënyrë permanente. Pra ky ka e prore Karçanaj dhe ky thot Karçanaj ka, si thua që e tham edhe pak më herët, Karçanaj është personi që mua më ka cytur, më ka udhëzuar etj kanë vepruar në direktivat e saj. Po. Tani Karçanaj ka e pror Ramën, se ajo është agjencia. Thot do të ajo për shembull që mund ta thot dhe nëse ajo e fakton, atëherë del Rama në rolin e idatorit dhe këta dalin në rolin e nxitësit ose të ekzekutorit. Pra ndryshon pozita procedurale në vepër penale. Pra ndryshon prap dosja penale. Por në këtë rast nuk do kemi vetëm një vepër penale të konsumuar. Përveç formës bashkëpunimit kemi dhe korrupsion në aktiv ose pasiv. Qofse këtyre janë premtuar para për shembull nga biznesmenët Ergysta Gasi dhe Ermal Beqiraj. E kuptoj. Po në këtë lloj rasti, kjo që thot zëvendës drejtori i rëndon pozitën. Pozitën zonjës Karçanaj, pozitën procedurale. E rëndon. E rëndon. Para sa mbyllim vjen një mesazh. Këtë lajm e ka dhënë një media në Itali për trafik mbetjesh në kontener 2017 thot nga porti i Durrësit. Pastaj e dhan një 2 media në Shqipëri dhe u shua, pastaj as opozita nuk e ndoqi me sa duket u bën të gjithë pjesë e felës. Dëgjon Sebastian. E dëgjohesh a thash? Po. E ka dhënë një media italiane. Në 2020 arrestohej senatori italian Sergio De Gregorio. Për një çështje komplet tjetër, i cili ishte bashkëpunëtar i kësaj medie që merrej me ekonominë e gjelbër. Në vitin 2020 një media, do me thënë, një media thot tu, po që unë s'po përmend emrin sot sepse nuk dua ta përmend. Po. Jo se dua ta ruaj, po s'kam pse e përmend sepse nuk i di. Do me thënë. Zbulon se media në fjalë për këtë senatorit De Gregorio, i cili paskërqen dhe i njohuri im, thot mesazhi. Kjo e vërtet, por që kishte lidhje me mua për çështjet e plerave, por që kishte qenë kryetari i Komisionit Mbrojtjes dhe gjithë media qeveritare bashkë me numrin 1 të qeverisë, më gjuajtën mua thot si prodhues fake news. Në fakt, Guardia di Financa e vijon hetimin së bashku me Agjencinë Ndërkombëtare në Zvicër dhe zbulojnë se kjo është një limb ndërkombëtar trafiku dhe ndodhi ky bllokimi i këtyre kontenerëve në Azi thot, që u kthyen mbrapsht dhe kemi këtë ngjarjen e sotme pas një viti gjysmë. Tani sfida i takon Spaku të hetojë sa ka zgjatur ky trafik ndërkombëtar, pse s'u hetuan 2017. Këtë mesazh më çon Ilir Kulla. Fatikisht unë e mbaj mend të histori. Kulla, që se na shikon, bravo. Hodhe dritë me këtë që them. Bravo. De Gregorio më thotë kishte qenë një nga mbështetësit më të mëdhenj të antarësimit të Shqipërisë në NATO, thotë, Miki Jozefina, sekretari i parlamentit dhe i Bamirit si president. Po ndërkohë kaluan 10 vjet dhe qeveriu më akuzonte mua për fake news për llogaritë e Ilir Metës. Ndërkohë po mos ishte për të huaj, gjëja do vazhdonte thotë. Gjëja do vazhdonte, domthon kjo. Po. Perceptimi që ishte po pra. Në 2017 nxorën mediat në Itali skandalin, fatikisht, këtë të kësaj. Tani do më kërkojnë falje Legena, thot Kulla. Po Kulla do flasë dhe të prenden, se mendoj do vazhdoj kjo histori. I ka rënë qaf Kullës se s'kishte fare lidhje, ndërkohë që sot pas 10 vjetësh i bën 33 arrestime, ndërkohë ky trafik ndërkombëtar ka vijuar 10 vjet tjera nga denoncimi në media italiane. Pra ky muhabet ka filluar në vitin 2000, sa i vije? 2006 jemi sot? Po. 2016. 10 vite. Fyta. Një dekadë. Po visim për kurumin, jo për akshin. Bëjmë një gjiro urgjent lediot të Dorelani. Bëjmë gjiro Dorelani, pas të rikthejmë me fabulon tjetër. Jepe lediot. Dorelani miq ka një njoftim thot për të gjithë ne. Ja ku është. Dorelani, zonja Zotrinj. Prisë është Epstini që më ka blokuar celularin e Epstini sot. Dorelani, si çdo gjithmonë me markat supermarket italiane, zonja Zotrinj, ofertat e vërteta fillojnë në janar dhe vazhdojnë në shkurt, jo në dhjetor, kujdes. Në Itali kështu i bëjnë. Dhe Dorelan po bën namin metali di prezzo deri në 50% ulje.
Prezantohet koleksion i ri dyshekve dhe ata me tarit i prezit dhe në 50% ullje. Tarit i prezit janë putje çmimesh. Dyshekët dhe krevatit italian Dorelani janë perfekcion në çdo detaj. Dyshek sportiv, për dhimbje mestit dhe qafe, për ata që flenë në krausën, kurisë, reatim maksimale, gjumi thellë. Gjumi nuk duhet i bëhet kompromis. Ja u kam thënë 100 herë. Nuk janë të gjithë dyshekët njësoj. Jo, kujdes. Kush ka provuar Dorelanin e di shumë mirë dhe ka dhe më shumë, nëse nuk të pëlqen produkti, brenda 30 ditëve, ty të kthehet pagesa, e pa pare pa dëgjuar. Dorelani është brend ndërkombëtar, me mbi 55 vjet përvojë dhe në mbi 2000 dyqane në gjithë botën. E gjeni ose përballë kompleksit Deli Orgje, rruga e Kavajës, ose në autostradë kilometri 12, qendra tregtare Prestizhom, ose -1 te Tegu. Kujdes, Dorelan, Dormire Bene, Vive Remelio, shkurti është muaj perfekt për të investuar në gjumin tënd. Bravo Dorelan. Janë të italianët pa parë. Të vinë ato Ledio. Kthehemi me Marsitive Sebastianin pas pak. Jemi rikthyer live. Sebastian, një gjë të vogël kishe më thënë që duhet lexoje në këtë po dy jemi. Disa qytetarë thamë pse s'merreni me skandalet e tjera. Kemi një prej skandaleve më të mëdha që është në Shqipëri faktikisht është Bankersi. Me thënë drejtë, dhe ne jemi marrë. Po ne jemi marrë domeni, po jo sot, se sot s'kemi mund. Jo, dakord, po qytetarët, domethënë që lajmet fundit që çojnë lajme të ndryshme. Tani ti mendon që do të japim llogari qytetarëve, plak. Ndonjë qytetare që shkruan këtu. Seriozisht e ke këtë kështu? Sebi, unë e di që ti je njeri me shumë etik, po seriozisht do të marrë seriozisht ta njerëz. Faktikisht unë i marr gjithë seriozisht. Po ne bëjmë ç'do duam, plak. Dakord. Ne si japim llogari njeriu të fare, valla. Ç'është që unë i marr shumë seriozisht. Mirë bën. Po të lodhesh puna. Se nuk mbarojnë, e kupton? Është një vjedhje 1.2 milion euro për mbaruesit kanë shitur skrapin e shtetit për borxhet private të Bankersit. Pra 1.2 milion euro. Pra përveç faktit që Bankersi janë ato qindra miliona euro etj, kemi edhe 1.2 milion euro ku për mbaruesit kanë shitur skrapin e shtetit, skrapin. Çfarë do të thënë skrapi i shtetit? Skrapi është mbetjet që janë shtetërore të një kompanie dhe ajo që ndodh në këtë mes, vend që të shkojnë lekët e buxheti, po ku kanë shkuar? Shkojnë te borxhet private të Bankersit. Po Bankersi ka spaku? Bankersin e ka spaku. Okej. Jo, e ka prokuroria e Fierit. Besoj se mund t'i kaloj spakut. Edhe me vendim të gjykatës në dorë dhe urdhrin përkatës të ekzekutimit, Çobo kontraktoi një zyrë përmbarimore për të mbledhur borxhin nga Bankersi. Zyra private Enforcement Group tentoi të gjejë para nëpër bankat shqiptare, por pa sukses. Po flasim për një vendim të 13 dhjetorit 2024-s. Gjykata e Fierit urdhëroi kompaninë që t'i paguante 600.000 euro paga ish drejtorit Leonida Çobo për largimin nga puna. Dhe shohim që kompania kineze, për shembull, që shfrytëzon naftën shqiptare prej vitesh, nuk ka asnjë llogari aktive në Shqipëri dhe ajo që vjen më pas, pastaj shohim ndërlikimet e ndryshme që kanë me sistemin bankar shqiptar dhe prandaj doja dilja te kjo lloj gjëje që këtu ka skandale, mjafton të rrëmosh pak në ndë dhe dalin lloj. Po, mban njëri përgjegjësi për këto skandale? Mban njëri përgjegjësi, se kjo është pyetje, ja dakord i tham skandale. Kush më përgjegjësi për këto i sapo lexove ti vëlla? Vota e qytetarëve. Vota e qytetarëve? Korrupsioni nuk është i keq. Korrupsioni është i keq kur unë nuk jam i përfshirë në të. Yes. Po nëse unë jam i përfshirë në të, nëse ta mbroj korrupsionin. Shka që thjesht. Tani, po të kishe Ledio gati këtë për shembull, thonë bëra pa dashje, bam do e plaste. Po nuk e ka, do bëjmë në fund. Jeni pa fund që dërgoni mesazhe në
Totus, zoja zotrinj. Totus është ai QR kodi atje kutia Ishte interesante. thënë më bukur për teje tani. A, se si le dio? Ishte thënë më bukur për teje tani. Se originali. Po do ta prishte po. Erdhi kjo ditë. Po që na mori malli për Samsonin. Jem duke bërë procedurat gati për taftuar, ë? Do vi, e? Po. Me Meksin kemi folur, po. Meksi është serioz. Pa do ta marrim. Po. Jem duke bërë procedurat Për vizë. duke bërë këto, po negociatat. Ta kemi këtu, ta kemi të pareshëm. Originali. Po do jetë ekskluziv, se emisioni jona, nuk do i vëna asnjë tjetër. Po tjetër, ç'a kuptimi ka? Simpatike zakonisht. Zoti Shima mund të merret në mbrojtje, thot. I është ofruar statusi bashkëpunëtori i drejtësisë, thot Frashërlliu. Vasilaq Kristo thot, mi mbrëmë Arian, shqiptarët ngrihen vetëm kur ndeshet Shqipëria me Greqinë apo me Serbinë. Kur vite dhe bëhen skandale, risi dere dhe pinë kafe. Po normal, pse çfarë do bëjnë? Ka që bubrojnë vetë. Shifiti, hiqa bubrimin të shorë se do të dalin. Do djekin gjithë shka që u derë për para. Si pse s'dalin? Anë e pinë gjithë ditën, vlla. Jashtë që dalin, kurse anë më të mëndshur se këtuare. Mbete pa ngrënë. Shka që thjeshtë. Jemi mirë. Prisnin se ditët meshme po vinë. Emir Durako, thot, çani mirë mbrëma, një pyetje për tre analistat dhe për ty ndoshta. Si ka mundësi që për një dosje si kjo e Kurumit, që janë përdorur boshtiqet e hapësira ligjore dhe jo profesionalizmi i administratës shqiptare ose korrupsioni i kësaj. Moçe këtë pyetje të gjatë, prap më ka shumë paranteza. Durrësi në këtë rast shkon në 30 masa, kurse për Bankersin që është një hetim aq voluminoz me periudhë 20 vjeçare në hetim, prokuroria e Fierit kërkoi vetëm 5 masa arresti. E sheh pra që Bankersin e kanë shqetësim shumë të madh. Një 2 kinez të lodhur dhe ca shqiptarë ishte administrator Mosvall ka 2 njësi mati hetimin, ndryshe jeton dhe thellohet prokuroria e Durrësit dhe ndryshe jeton përcitët e prokuroria e Fierit, ju falenderit dhe je i paarritshëm. Kush ishte ky? Emir Duraku. Justiniani i thotë, zoti Çani, kam një pyetje për Marsitin. Unë jam instalizuar në përplasjet konstitucionale dhe pse është e një jurisdiksioni tjetër. Pyetja ime për Marsitin është, përse zoti kryeminist bën moral dhe thotë se ai duhet të presi për vendimin e GKK-s për të vendosur mbi imunitetin e zyrtarëve. Janë totalisht dy çështje të ndryshme kushtetuese. Heqja e imunitetit e zotës Balluku nuk ka të bëjë fare me krizën kushtetuese midis pushtetit. Mirë, kemi sqaruar atë. Po. Ai gatron masën e aplikimin e masës jo me çështjen e heqjes mandatit. Po. Një pyetje tjetër nga Ermiri thot, si ka mundësi që nuk e heqin, si ka mundësi që nuk e ashtu. Thot Ermiri, si ka mundësi që nuk e shkarkon kryeministri i Shqipërisë thot zonjën e Akshit. Melinda Karçanin. Edhe pse është në arrest. Po e kanë në varësim. Po pse shkarkon? Mund ta zëvendësoj Është dikë përgjegjësi tjetër. direkte në këtë sens. E kanë në Nuk e shkarkoj këtu. Se nuk më do. Ka që thjesht është. Pse bëni pyetje kot më? Ore, ka ardhur një moment që morali nuk pi më ujë. Nuk pjerdh më njëri për moral, më e mira e keqja, i ndershëm i pandershëm. Sot jemi fut dhe jo vetëm në Shqipëri, në një tjetër rend, që unë shpresoj të jetë kështu gjithmonë. Pra sa më larg këtyre koncepteve që na kanë mashtuar deri tani, jo demokracia, drejtë e njeriut e këto. Sot kemi ardhur në një rend ku i forti Bën atë që mundet. dhe i dobti